një shqetësim t'u shpalos. Hajde, bismillah. Po na humbin para. Theksi, sa ka të bëjë theksi? Po na humbin para. Po na humbin para shpesh në shtëpi. I mbajmë në kasafort vetëm unë dhe gruaja dim passwordin. Parat janë amanet nga donatorët për jetimet, sepse kemi shoqat humanitare. E para gjë s'lejohet me i majt lekët e jetimëve ke shtëpia. Ja, problemi. Përderisa janë amanet nga donatorët, këto lekë duhet rinë ke shoqata, duhet rinë ke banka. Si rrikan lekët ke shtëpia, Allah? Se në lekët e juaja ato. Se t'jenë lekët e juaja, humbin, s'humbin, ka zgjidhje muhabeti. Lekët e jetimëve, po ju duhet i marrni shëndim të gjitha. Çfarë humb, duhet i shtonin nga lekët e juaja. Sepse lekët e jetimëve nuk marrin në shtëpi, o njerëz, as nuk marrin kasaforta. Rrin tek shoqata ose rrin tek banka, kaq. Në çfarë ka humb nga këto lekë duhet i kompensonin nga lekët e juaja dhe sa më shpejt. Pa kalu ora nga ky moment që ngjoni përgjigjen. Për ndryshe jeni në haram. Kjo është. Apo t'ishte në shtëpi, dhore na humbin lekët, pasportin e di vetëm unë dhe gruaja, vendosi kamera, vëlla, të shohim. Nëse humbin lekët dhe kamera s'ka pasi gjë, muhabet tjetër, po bim 7-8 rrugë gjithë, t'ju kënojnë ke shtëpia.